Ambasador, po nis nga ky zhvillim I fundit sulmi me dronë në rezidencën e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, I ka dhënë një goditje planit të paqes që pas bisedimeve të së dielës në Florida, presidenti amerikan Donald Trump tha se jemi në 95% të arritjes së këtij dokumenti që do të sjellë edhe fundin e luftës atje. Fundi I luftës është mjaft I mirë pritur, pra fundi I luftës në Ukrainë, mbasi po afrohet viti 4 që Federata Ruse ka sulmuar një vend antar të OKB-s duke shkaktuar dëme të mëdha në njerëz, dëme materiale, në infrastrukturë kritike, në energjetike e kështu me radhë. Kështu që ky fund I luftës do të ishte shumë I mirëpritur. Dhe natyrisht përpjekje diplomatike kanë qenë intensive kohët e fundit, natyrisht është për të vlerësuar angazhimi I Shtetit Bashkuar të Amerikës, por jo vetëm edhe I aktorëve kryesorë evropian, të cilët jo vetëm që kanë ofruar mendimet, opinionet, opsionet e tyre për planin e paqes në Ukrainë, por në një farë mënyrë kanë qenë të gatshëm që të ofrojnë edhe ndihmën e tyre veçanërisht në elementet e sigurisë dhe në rindërtimin e Ukrainës. Por si që njoftuat ju, ka informacione që qarkullojnë të cilat akuzojnë Ukrainën për një sulm të ndërmarrë ndaj një nga residencave të presidentit Putin në Federatën Ruse. Në fakt, këto deklarata natyrisht ngjallin mjaft pa siguri, ngjallin një problematik në realizimin e bisedimeve për paqe për Ukrainën dhe natyrisht çojnë në pozicione refraktare, veçanërisht të palëve, por edhe të palës ndërmjetësuese. Megjithatë, pala ukrainase ka mohuar ndërmarrjen e një sulmi të tillë dhe unë mendoj që nuk do të ishte në dobi të Ukrainës që në këto kurse të ndërmarrë një sulm të tillë ku në një farë mënyrë të minohen bisedimet e paqes, por nga ana tjetër dhe Federata Ruse nuk ka paraqitur evidenca, nuk ka paraqitur fakte prova që një sulm I tillë, prova që një sulm I tillë është ndërmarrë dhe natyrisht është ndërmarrë nga ana e Ukrainës. Kështu që këto të gjitha të lënë të dyshosh se Federata Ruse vazhdon të krijojë probleme artificiale për të mbajtur zvar ose për të tërhequr zvar negociata diplomatike midis palëve dhe kryesisht tashmë e përfshir fuqimisht edhe vetë Ukraina, por me ndërmjetësinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe nga ana tjetër Federata Ruse në një farë mënyrë përveç deklaratave politike që ka bërë që është për vendosjen e paqes në Ukrainë dhe ka paraqitur dhe objektivat e saj se si do të realizojë këtë paqe, duket që ana më intensive e veprimeve është në aktorët e tjerë. Pra tek vetë Ukraina dhe tek Shtetet Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund të luftës në Ukrainë. Kështu që Federata Ruse ka qenë gjithmonë në pozicion pritës për zgjidhjet që do t'i afroheshin dhe domethënë çështjet që do të shtroheshin për zgjidhje në disa fusha, sepse çështja trajtohet në disa fusha. Kështu që në këtë prizëm mendohet që Federata Ruse të mos jetë shumë e interesuar për arritjen e një zgjidhje diplomatike, por edhe politike midis palëve. Dhe që ky incident mund të shërbejë për një shtyrje tjetër siç ka ndodhur gjatë gjithë kësaj periudhe. Shtyrje takimesh, bisedimesh për paqen. Pikërisht, sepse Federata Ruse është pozicionuar mirë në terren, ushtrinë e vet e ka të furnizuar mirë me trupa, me mjete, me armatime dhe vazhdon inkursionet e saj në drejtim të territorit të Ukrainës, ndërkohë që vazhdojnë sulmet e përditshme deri në kryeqytetin e Ukrainës në Kiev. Pra, me sa shifet, Federata Ruse nuk është shumë e interesuar për paqen, po kërkon të realizojë objektivat e saj kryesorë, që janë marrja e territoreve të pushtuara të Ukrainës,